Kryeministri Edi Rama, vend i cili do të performojë në Tiranë. Për të folur mbi këtë vendim të kryeministrit Rama dhe sa e ndershme është dhe sa, po themi, e moralshme është që të mbështetet financiarisht nga buxheti i shtetit një këngëtar i huaj, kam të ftuar në një lidhje direkte një këngëtar shqiptar i cili jeton prej vitesh në Amerikë, zotin Arjan Korkaj. Zoti Korkaj, faleminderit shumë për intervistën. Ngurian, të përshëndes, faleminderit edhe ty për ftesën, që na jep dhe mundësira të tjera të flasim edhe pse jemi larg. Them mendimet tona, jo se ndryshon gjë, se ndryshon dhe gjë do ishte aq më mirë sa nuk bëhej. Mendimet gjithmonë të njerëzve thjesht janë mendimet më të vërteta. Kështu thot populli. Si e pa këtë vendim të zotit Rama për dhënë 4 milion euro për Kanye West? Të flas siç di unë hapur apo të flas të gjej mënyrën e kulturore? I kam të dyja palët. Të flas dhe si ai Korreshi që del në parlament dhe thot gjëra siç i thot Troç, që më duket i vetmi deputet në Shqipëri që del gjëra dhe i thot Troç dhe halal i qoftë. Edhe Korresha në lushnjë, se në lushnjë jam rritur, në pluk lushnjë jam rritur vetë. Deri në 8 vjeçare. Kanë qenë fis i madh dhe fis i mirë. Kam pas miq, po tash kush i mban mend. Megjithatë, që mos dalim nga tema, nuk e di nga i gjeti Rama këtë talent që prurin në Shqipëri, kur ka kaq talenta në Shqipëri, e them talenta, e them me shpirt. Ky gjeti mënyrën për të sjell nga jashtë, përse? Ky është, domethënë, ky këngëtari që ka sjell ky repisti, çfarë është? Mua më ngjan më sjell shumë atë Didin që pati shumë probleme me çmendurira, me orgjira, me çfarë nuk pati. Rama ku vajti e gjeti këtë? S'ka këngëtar Shqipëria? Nuk ka rëndësi jam unë as jam unë. Rëndësi ka, nuk ka kaq këngëtar Shqipëria që i do populli, ka nevojë populli, janë kaq qemra, nuk ka rëndësi. Ore s'mund mos flas me asnjërin, mund të jetë punë xhelozi personale, e them në thonjza që nuk kam besoj probleme njëri, por e kemi dhe ne çikatë se kemi hallin kush je ti, kush jam unë më vip nga ti këto idiotësira që kur vemi në studio kollitemi nuk këndojmë pastaj rregullon kompjuteri, por unë dua atë që futet në studio dhe mbaron punë. Din ata ç'a them unë. Tashti, i heqim këto, më njan. Nuk ka këngëtar Shqipëria kaq të mirë që mund t'i sjellë atje në shesh në publik, që të marrin dhe ata një dorë lek, se nevojë kanë dhe ata. Përse duhet vi tjetri nga jashtë, ta kuptojnë, më thënë, na sjelli fam botërore ky repisti dhe çfarë thot ky repisti në tekstet e tij? Çfarë bën se nxorën me sa pash sot i pash duke ecur në kamion, se puna është puna, apo jo? Dhe pash që ishin 2-3 veta aty, a 5 veta sa mund të ishin dhe kishin kapur vetëm këta gjasën, po ja bënin në dorë, po çmendeshin për këtë që erdhi. Nuk ka rëndësi për mua i zi i bardh. Për mua është njëri, është repist, çfarë thot në tekstet e tij që ai duhet ta sjellë në Shqipëri, që të na përfaqësojë ne në botë. Apo gaboj unë, ndoshta gaboj, nuk e di. Pse nuk dalin këngëtarët e tjerë? E kam thënë shumë me kohë, nuk e kam thënë sot. Ato që unë thoja me kokë, apo i gjenë të vinë tashti që unë mblodhen, se ishte pelikani apo ishte papagalli, nuk e di çfarë. Unë besoj se të gjithë protesta filloi nga ata që tërhoqën zvarr, ata gangsterat që janë me njëri tjetrin, që kanë ngrënë e kanë pirë në kurriz popullit, do hanë do pim prap. Bëra këngë përsëri, pavarësisht se ishte në ngjyrë greke, se unë atje u rrita, nuk vajta se desha më përzun. Vajta më afër. Pse nuk nxjerrin këngëtarët tanë, të marrin dhe ata një lek, tjetër arsyeshme, me dinjtet, të vlerësohen, edhe të ndrojnë sa më shumë këngë, sa më shumë këngëtar. E të paguajnë me aq lekë, disa sa a di çfarë mund të bësh me aq lekë? Jo vetëm këngëtar, po t'japësh dhe pensionistave pensionin që s'u ke dhënë. Se janë pa ilaçe, janë pa gjëra, pavarësisht se nuk i shikojmë dhe nuk duam, se s'na interesojnë. Po ata e ndërtuan që ne ecim. Ne dim akoma sot, mbasa jemi 40 vjetësh sa jemi. Ne dim akoma sot të shajmë Enverin, sa na ka Enveri fajin. Me thënë, i dëgjon këta analistat, besoj se gazetari, që del Luli dhe Tuli, do me thënë, në thonjza, apo Lola dhe Tolla, çfarë thot njëri ande, nuk thot bëjnë sikur zihen ashtu, po janë paguar. Për çfarë duhen këta, për të orientuar popullin? Nuk jam politikan, nuk bëj politikanin. Besoj se jam këngëtar, dhe një këngëtar që nuk mund të them një mirë nga tjerë, se s'mund të ta them, se vetëm të jem pa qef. Do të thuash ti po jep shenjat. Ora këtu po jep Rama, mos t'i jap them dhe me batut që ndryshojmë çik ngjyrën, por
E shikon Iranën si ka del nga vetvetja? Nuk e di kush e shtrëngon, nuk e di çfarë bëhet, se kur ngatrohet shumë, një hull thot populli do hash më në fund. Del pastaj plaku mere, ai akoma ekziston sala, akoma jeton ai. Pa i çado. Të lej të birin atë, të lej këta tjerë që dalin atë. Qa? Pra do bëjnë çfarë bën Miçotaki andej me Papandreun, djalë pas djali, nip pas nipi, këtë po bëjnë dhe këta. Nga po del tjetër gjithë pronën e Zvërnecit. Si more pronën e Zvërnecit? Se more kur ishte Enver Hoxha gjallë nuk fliste njëri për prona. Ishte komunizëm, okej. Ta dënojmë komunizmin, çfarë ka bërë, jam dakord. Ta marrë Amerika, ta drejtojt paktën. Besim kam vetëm te Amerika personalisht, nëse e merr. Nëse merr Trumpi me stafin e tij, kam thënë dhe dikur, besoj se ne do fillojmë të marrim frymë. Por populli gjithmonë do ngelet popull dhe populli atë racion që ka ngrem, mos ta harrojmë të se harrojmë në një. Atë racion do haj prap. Ku vajtën lapa e mapa e gjithë tap ku? Mori karrikë doli atje vet, ngeli vet. Pa i duket që në fytyrë që është i sajuar, duket që nuk kam gjë me të, e njoh dhe jam takuar me të, por duket që në bisedë unë e kuptova, ai sa tru kam. Që nuk është për asnjë gjë, se çfarë do bëj? Do hiki njëri të vjet tjetri. Kush e përhapi gjithë të lojë? Unë jo një, ti jo. Na sa të njohun. Erdha 2 ditë në protest. Nuk bëra as fotografi, as selfie, as një gjë, se do e bëja për mediat. Besoj se më kupton kur janë. Na sa më. Nuk e bëra vëlla. Vajta thjesht pash, isha me ata njerëz, po nuk duash të dukesh, nuk dukesh, jo. Asnjë se merr vesh. Isha që isha në Shqipëri, se bëra këngë të reja, me Adhilën dhe me Ed Balilin, ose me Ed Balilin dhe Adhilën, ose edhe me mua, dhe besoj se jam dhe unë mes, me Gens Mallaj, me Klodian Qafokun, t'i them se janë qokat ke qenë lajse së të paguajnë, pastaj e kupton, se bëjnë dhe qaka. Çfarë do ky i huaj në Shqipëri? O do sjellim grekët, që ngelëm duke i shaja, duke i bërë, dhe mirë bëjmë, jam dakord. O sjellim këngëtarët grekë dhe u japim sa miliona, o do, mirë që nuk kanë sjellë dhe serbët, po më duket dhe serbët dhe i sjellim, amash. Vranë e pren Kosovarë që është gjaku ynë, pse mos ta themi që është gjaku ynë? Kosova jemi ne jemi Kosova, pse duhet quhet Kosova veç? Shqipëria. Për mua Shqipëria, shqiptar janë. Po duhemi apo nuk duhemi, të kishim ne të gjithë. Të donim njëri tjetrin, e të thot Arjan Korka jo Gurian që s'do kishte që mos tema të fjalën e keqe se na dëgjojnë populli, çfarë ka populli me që na kapi nervat ne qoftë në ekran apo në media apo do të thoshte Arjan Korka gjëra tjera për tjera, çfarë do ishin gjithë ta bajgat e plerat që ne i paguajmë. Ata meritojnë tamam koshin e plerave. Dëgjova shumë analistë, më ka pëlqyer dhe ai zotëria, që ai quajnë Ilir Kulla, çfarë ka. Bën analizat shumë të sakta. Po kur vjen puna aty pasaj që devioni që shkon ke Ilir Meta i dhëm shpirti, jo mik. I jap të drejtë, flas me ato që thot halal i qoftë. Mos dali populli i tortës, e tha shumë bukur. Edhe u bë virale kjo. Populli i tortës kush ishte? Hallexhiu nga fshatrat. Qeshte Sali Berisha atëherë me Lulin, eh? O Luli, në Mdylek i thonë këti mua besi, apo? Luli do bëj politikan, që të krije vetëm i lyende, po orti djalë, populli ka halle, populli s'ka të hajbuk. Edhe ai popull, po ngrit, do vi një gjë. Po si do sajohet prap. Po dali se s'kan sajuar kush do jetë, o ti mikuim, më falë, se më lëvizit dhe kufja. Pa sajuar kush do jetë, pse kush do haj prap, unë e ti. Jo, se unë e ti nuk dalim, nuk dalim njeri. Prap njeri o ty do vjetë, njeri o i tyre do vjetë prap. Po dalë qikojmë qa pamje do ketë. Arjan, ju tha që ke qenë pjesë e protestës 2 ditë. Çfarë vut re në protestë? Pra, me çfarë ndjesi u largova në protestë? Mu kënaq shpirti me atë që pash, thash se vërtet do të rënditej vendi. Asnjë gjë s'po bëhet. U bë dita 40, sa është bërë sot? Sot jemi në datën 11, kështu? Sa është bërë? 42 besoj. 40 ditë. 42, më fal atë, nuk e di se ndoshta edhe harrojmë se edhe mosha bën veten. Do them shakak. Do të keq ndaj u. Kështu që populli besoj se nuk ka për ta lënë. Po a ka njerëz nga mbrapa? Unë i shifja të gjithë spionat që ishin me celulare. Shikojshin, bëjshin, filmojshin, domethënë, filmonin, në kuptim që kujt i shërben kjo, domethënë,
Populli po shkatron popullin, që kur do ta marrësh ti që nga Skënderbeu mere? Ai harron që po njerëzit që ka pas afër do e hanë, se s'do e ha unë e ti, jo. Do e hanë, do me thënë të i marrin vendin e ta shkatrojnë. Se nuk dorëzohet, po kuptohet që po u dorëzua i mori fund, vajti brenda. Po vajti brenda po t'ja majnë se gjithë tema është t'i marrësh ato që kanë krijuar, jo ato që hajtë se u fut si që u fut njëri e tjetëri, që mos t'i them me emrat, që i ke në çdo rreth që ka qenë deputet apo kryetar bashkie që ka qenë, doli prap janë llumi me njëri tjetrin, se i pash nga afër ç'a bëhet. Thash mos themi emra se i pash nga afër çfarë bëhet. O gjigant, o mjeshtër, o dole, ja hodhe, ja fute, po kujt ja futi, njerëzve tyre. E këta lerat që ishin rreth e qark, ishin ata lëpirsat që, më fal për shprehin se më dëgjon populli, ju s'dua ta them, bën dhe urinën një herë që mos ta them ashtu dhe prapë lëpin se kanë për gjë. Fatkeqësisht populli atë racion që kanë ngrënë, atë do haj. Ata që janë mësuar të vjetin, prap do lidhen me njëri tjetrin. Do ikin, do vinë të tjerë, do vënë të ri, prap dhe ata. Po çfarë duhet bëjmë? Se nuk zgjedhin të duhurit. A ka të duhur Shqipëria? Ka miliona të duhur Shqipëria. Flas që janë me dinjitet. Jo vun këti Artan Goxhajt, ku të vun? Tan Goxhaj si e ka djali. Dritan Goxha. Britani. Tani dua t'i them unë. Kot, me atë budallikun tim. Që inshallah ta kisha mik se është djalë për të qenë, ose Tan Hoxha që thotë ato që thotë, kolegu jot, gazetar. Pse nuk i dëgjojnë këta që janë për të dëgjuar? Po i nxjerrin 200.000 gjëra tash, sikur s'ka qenë me UÇK-n apo ka qenë. Ati kanë shkuar për të vrarë babë birë tash me Dilaverin t'jatin zotërinj të dy. E tash i kthehen që jo s'janë ashtu, po janë kështu. Një tjetër del atje thot po vajza ime kështu, i ka hallë shtyj vajzën që të bëhet deputete, çfarë do bëhet. Më thënë çdo gjë kush të marrë një cop. Pra kush e do vendin ton? Kam dalë gjithmonë në intervistat e mia dhe kam qenë jo i kënaqur dhe shpreh atë që kam në shpirt. Edhe më ke thënë një herë nëse mban mend, po mirë, pozitivitet, pse nuk shpreh nëse mban mend? Ku ta gjej që ta shpreh? Edhe dalim çik nga kjo temë, po e bëj dhe unë si çani tash ti. Do të them dëgjon e përshëndes. Që më ka ndihmuar pa mas. Qa u bë me atë Lulun që doli, se Lulu i them, unë ishte, nuk e di, a kërcimtare është, a burrë është, a burrë ka tjetër, a qa bërja i me Pashiri Simakun, si përfundim. Kot po e sjell kështu, si se harroj populli u shava atëherë u bëra, se ne me libër shtëpie fillojmë ne. Po ku e kanë librin e shtëpisë tyre lere, se mos t'i hyshën për shtëpia, se janë palar dhe halet. Shifi oborrin, thoshte populli, shifi shtëpinë, shifi tjomën, e thoshin në mënyrë kështu, pa t'i kërkosh të binë. Jo kot. Po dalim rrjetet sociale e shajnë. Çfarë ka bërë Edi Rama me rrjetet sociale? Se thot njëri që sa ka krijuar mashtrime, faqe fallse që të kundërvijnë, të bëjnë, të sajojnë, me këtë bidon që pa t'i dal ky bidua, çaj ka ky talent. Që doli dhe në popull. Shumë e njoh, kam folur, se mund duk në fillim njëri për të qenë, se çdo njëri do njëri të mirë, të ketë bisedojë një gjë. Po shumë shpejt filloi e fry barku buri dhe sa hyri në parlament. Kështu që para se dalësh në popull duhet të jesh qofse ke të pastër për vete. Që ta mbyllim me atë pyetjen që bëre, ç'pun ka repisti? Kur ka repist Shqipëria, po ta marrësh ndryshe. Apo jo? Apo shpla me këta tjerët ku ja dha, që i dha, tash dalë të sjellin këtë nga jashtë, që të bëhemi na shikoj bota. Ti do të thuash se je edhe ti palaço, në thonjë e them figurative, ma di shakan. E nuk e thua, po ma jep sinjali mua që do më thënë, mos i jep në 10.000 shektikë dhe tjera ti fut në xhep sikur u bën argjime. Se isha një lushin unë atë që kanë kapur që e hoqën si kryetar bashkie. Mora vesh që ishin firmosur tjera për tjera, unë s'u lek fare xhanëm. Mirë, o ti, djale, mos bëhet kjo loje, po populli vazhdo, do të majmë sa të majmë se shef që po i vjen fundi. Unë nuk besoj se do vi një nga asgjëja, po pris ka me thënë gjithë Shqipëria, se po përfaqëson ka Amerikën ai apo do ndihmoj Shqipërinë. Ai erdhi për të marrë. Majnë 10.000 që çat marrë lërë, çfarë reklame mund të bëjnë, sikur u bë miliarderi.
Pse s'po merr në një shtet tjetër? Pse s'po merr në Amerikë ai ato lek? Po ngelen biletë pa shitur edhe dalin 5 veta, shiça reklame ndyr që ti ul popullin tënd. Vazhdojnë dhe akoma dhe këta njerëz që ndrojnë. Unë besoj duhet të shpërthej, ore dinamitin me ndërtesa me gjëra, se bëhen prap ndërtesat. Janë bërë kaq kulla. Su gjekan lek për të bërë ndërtesa nga fillimi, ama vëj dinamitin. Tjetë gjithë bota thot atë larg nga shqiptarët, sepse ne nuk duam njëri tjetrin. Me Ismail Qemalje, me të gjithë meri ku duash, njerëzit e vet. Ore më fali minut, kot një pyetje si punë budallaj, se mos qofsh pa true pa shkolle, këtë gjë. E mos qofsh fshatar nga Velçar Vlorës, lëm rehat them. Përse ky Rama që do ka shumë këtë popull nuk mori këta halexhi që mbajnë këmbë, se këta e mbajnë këmbë, bashkë me ata tjerë që bëjnë ç'a bëjnë, përse nuk thot hajde një popull këtu, jam dhënë me ju. Ja ku është dhe Spaku, që ose dhe Spaku po bën se nuk besoj më as të Spaku, personalisht. Ja ku është dhe Spaku, ja ku është dhe Beliaj, ja ku ishte dhe ai tjetri, ja ku është dhe ky tjetri, ja dhe ku është tjetri. Për të gjithë ky tha që nuk ka hajdut gjatë, apo ç'a thoshte, se veti thoshte, që hëngër të mortja. Pse se ha. Hajduti gjatë vjet më shumë se është i gjatë e i fshe. Po nesër. Se i shkurtër i fryet që fryet e del bam, e kupton, nuk ka dhe lezet. Ishte pa ngjyll daku për shumë, pa i s'ka vjet në i, doli. Shaka, bëjmë shaka e zërin palaç, apo sa tjerë ka. Ku vajtëm, i mori njëri pasurin këtyre? I mori... Nëjse, që nuk merr ky njeri, që thot vemi spak, të mbarojmë punë me plakun mere, me njërin, me tjetrin, me tjetrin, me tjetrin. Çfarë po bën Spaku që s'po gjen dot një rrugë zgjidhje, ndërsa është Amerikan mes. Ndërsa janë europianët mes. Ore mos han gjithë nga një lugë dhe s'po marrin vesh edhe bëjnë këto të gjitha për si ja bënte nën Xhevria, në Gjina, e shefte që nuk hecë, do të thënë gjë. Hec, thoshte. Çfarë ke këtë hec? Asaj thoshte. Hec. Më çfarë është? Gjë që s'bëhet tot? Keni gjuhë salën thoshte? Ironi, ironi tamam, ironi e thjeshtë, ironi e bukur. Po kam dëgjuar në një. Nuk thoshte next, kur si pëlqente pyetja thoshte se nuk i zgjidhte. E mban mend besoj, apo gjithë populli e mban se ne harrojmë ore. Që ja bënte next. Po kujt ja thua next? Pse s'përgjigjesh në atë pyetje që të pyeten? E ja bënte shketa. Po ecë. Ja ku jemi. Ariana, besoni që do ketë ndryshime? Besoni që do ketë ndryshime? Do doja me gjithë shpirt në rrath parë për racën tonë se nuk mund të harrojmë që jemi shqiptarë. Unë nuk jam as grek, as do bëhem grek, as nuk kam lindur grek. Por nuk kam pse dasha, jam shumë zotëri çfarë them, vlerësoj pantallonat e mia, jo të tjerëve ç'a duan. Nuk kam pse dasha që erdha në Shqipëri, e dua Greqinë se u rrita. U formova. Por nuk dua të vi greku të më bëj ligjin shpitime, të vi mik, të hiki mik, siç vetë unë dhe vi. Nëse ka vërtet biznese, që patjetër që janë bankat, të merret të shtrydh, të lënë në Shqipëri atë që duhet lënë, dhe pse? Duhet bie, nuk ka Shqipëria të krijojë banka, vetëm i bankë shqiptare duhet jetë. Pse erdhën gjithë? Pse na duan gjithë kur është për të ardhur për banka e për ashtu e për kështu e për. Pra kaq e thjesht është. Do zgjidhësh gjë tjetër janë, jo nuk zgjidh asnjë gjë. Thjesht unë bisedoj me ty të na dëgjoj populli që kemi hallet bashkë me ta. Bashkë me ata i kemi hallet. Bashkë me ata i kemi hallet. Ky është mendimi im. Tash që përket këngës se u thuash po bëjmë politik. Jo, nuk bëjmë politik, them atë që na themi, të paktën unë them atë që na dhën. E nuk e kam thënë sot, e kam thënë që kur kam dalë, prandaj u spostova nga këta vipat tane, kupton? Do laj çik vip tjetër, unë që më hangër të mort, që sikur shikoj pas hyrën them, ça vi po i zi. Ama të paktën jam krenar vetëm për një gjë, si punë e idiotit që e thon gjithë, kur i ke dëgjuar këta që thon ne artistat ato. Po dale më Xhoxho, se s'po them dhe në emër, besoj se më kupton. Po deri dje u bëre me Florin Telikës, apo ky tjetri me Damon Tejes. Nga vajtën gjitha më, nga hit zoti fare, vetëm atë kishte mësuar. Po nga vajtën më gjithë. Humor banal, humor arrogant, humor ta shajmë në verin. Po në veri vetëm krijoj. Nuk jam komunist. Po në veri vetëm krijoj, me dhunë pa dhunë. Po ne sot çfarë po bëjmë? S'kemi akoma shihen të trenit janë tati.
nafta që kalon natën, që shkon ai tik lapaj që bën video. Ku e gjeti tikja, e kupton, nga e dinte tikja. Ka që zgjuar doli, jo, janë të lidhë me njëri tjetrin. Ora ma, ata që ke afër, ata do të hanë omik, si çajnë ju Enveri tjerë, ai tjetri, si që përata Enveri ata të tjerët. Se unë besoj se burë më zgjuar që ka kaluar, mendoj unë se me të sheu, me ajsa unë logjik kam, nuk ka pas Shqipëria, as Enveri jo s'ka qenë. Ky është mendimi im, mund ta kem gabim. Edhe Hysni Kapua. Do thosh pse Hysni ndë thosh, po e kam nga vendi gjyshe se nga tërbaçe, do ta them, ka qenë i zgjuar vërtet. Po që kush mund dali? Një jep ti mendim dhe unë them po apo jo. Ose ta them ndryshe. Të dali një njeri nga populli, po nuk qe se fillon me nder, më falni për shprehjen, ato viclat, se do thoya në një gjë tjetër po e mbajta. Të dali, kush të dali, le ta hetojnë, po ta hetojnë me letrat hapura, ta hetojnë siç duan. Se dilka më në fund e gjë që kërkoja, çfarë dilkan ata, dilkan me probleme, apo jo. Çfarë pasurie dhe si e vuri, para se të futet dhe kur ta lej. Për mua deri më sot burru tregua vetëm ai zotëria Mojsiu, si e ka pasur? Alfred Mojsiu, më fal. Zotëri që ta respektosh derisa të jesh gjallë. As bëri shpinë në pallat me tulla ndajti akoma. Shumë thonë u tregua budalla. Si bie njëri derës ti, apo gaboj unë? Po bëri gjëra, nderoj popullin, nuk e la njëri për legend. Kudo që e shohin sot që mund të jetë i smur, inshallah zot bëhet mirë ai njeri, sa i e meriton. E respektojnë gjithë sa kanë njohur. Nuk i thon dot hajdut. Këtë vëbërtasin po i ngjisin veza. Ore ti djalë, veza lahet sot ai tjetri. Doli ky hoxha çeshti, më duket se është një pjenveri te ky. Po kaq i pacipe dhe ky shiti gjyshin për të qenë me këtë. Se s'na ha mort ja. Po pse s'na, po nipi vetë, nipi, e shiti nipja, kush e? Hoxha, e është ai, kush është? Cili? Ai s'beson te gjyshi vet? Besoj unë për ato që ka krijuar. Uzina e gjithë. Majti vrau shokët e vetë, sepse i hyri ajo pasaj, si që ka hy këti, që do t'i hajt gjithë, që po i hanë darda mbas shpine. Po me gjëtën, më thuaj një emër, se po hym politik, nuk dua të hym politik, se politika është djalli i vet, ose kur lën komente, mos u merr me këto ç'to duhet ty se janë sporte të rënda. A janë po këto partitë e reja, si kërcënim në anë tjetër. Harroj këtë lapajnë, ky është patjetër që thonë që është i Sorës. Unë nuk e di. Nga ndihma që kanë marrë nda. Ore, pse kuptoj dhe shohun që këta duan të marrin një llogëm të gjithë? Ose po bëhet gati dikush, ky agron sheh, ndoshta po bëhet gati, edhe pse e kam vlonjat. Është vlonjat, jo se e kam njeriu tim, se kam se njo, por nëse do dalin ndryshe, po dalë të jetojnë pasuritë, se sigurisht dolën shumë pasuri dhe këtij. Si i krijoi familja? Familja si ti krijon pasuritë ty? Me rrogë, po punoj në kamion, po marr 3000 javë s'po del prap. 3000 javë, siç mund marrin gjithë kamionistët, apo 4000 apo 5000 të pastra. Nuk po më dalin vëlla, se do paguaj edhe taksa, do paguaj edhe gjithçka. Si dalin këtyre që bëjnë gjithë këto biznese? Pra është një gjë. A i heton njëri? Jo, thot populli, se doli atje dhe i bëri një video Ramës, se degeneroi Ramën ky dhe u bë djalë i mirë. Jo vëlla, hetoj të gjitha, nëse meriton vërtet, urdhëro dhe votën time dhe të gjithë miqin e sa të kam, që po t'ja kërkoj dhe e bëj. E nuk kam pak miq. Pavarësisht se jam spostuar nga koncertet. Tash pse jam spostuar nga koncertet, e lëm se s'dua të dal. Kjo është një mesazh për ata kolegët e mi që janë vipa të mëdhenj biles, që shkojnë koncert me 500, edhe kur dalin këtej thon 3000, 4000 mora, që nuk i marrin, marrveshjet, asnjë nuk i merr. Pat dhe një lloj revolte të protestuesve ndaj artistëve shqiptar. Si e vlerësuat këtë lloj, po themi, nervozizmi ose këtë lloj ajo është në krizën e kujdo, por unë për vetë dola me këmbët e mia. S'kisha nevojë të bëja buj. Se po të bëja buj do dilja për reklam, jam shumë zotëri. Po dola se besoja të popull, jam nga populli. Këta tjerë që janë për ditën e ekrane dhe janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk dalin, atëherë nga dikush e kanë interesin dhe leverdin që nuk dalin. Ka që thjesht. Gjithmonë u bëka koncerte, më thonë sa, merr kanë Alban Skënderajn, gjithmonë u bëkan koncerte, më thonë sa, merr kanë Aurelën, gjithmonë u bëkan koncerte, merr kanë, domethënë 2-3 kokra. Po si u bëka kjo?
Si u bëka? Që tek e fundit pas zgjidhi që këngët, çfarë ka bërë Arjani, çfarë ka bërë tjetri, çfarë ka bërë Shejtani, çfarë ka bërë Arroganti, çfarë ka bërë VIP-i pa qenë VIP. Se kanë dhe nevojë për atë titullin VIP. Unë akë jam akë kam dhënë. Ja Allah, o zoti bërë dhe reklam vetes, me të fut me kjo punë, po nëjës. Po lëm rahat atë ba, ç'ke? Po me gjë, do vjen shaka, do vjen shaka. O djallë, nuk besoj. Do ndryshoj në një jetë qa mund ndryshoj pak sa të harrohet populli, se ne harrojmë shpejt. Ato vedhës që hedhim ne i harrojmë. Kujt ja hodhëm, pse i hodhëm? E para ne kishim Belerin dhe Nxorën, ishte me majfet kjo punë. U bë dhe çfarë u bë ky artisti Beleri, se të gjithë artistë janë bërore. Dëgjoni del dhe ajo thithlopa që ulet dhe mbrapa në skena, domethënë live, edhe bën dhe mikrofonin sikur po e ka futur ku e ka futur dhe po e gryen se si del gjë. Ja Allah, si del atë para asnjë gjë. Ne artistat. Si mund të quhesh artist? Si na dole artist. Bëri një këngë dhe Xhixhileu hodh populli përpjet të u bërë artist. Artist të bën kultura, artist të bën shkolla, artist të bën nota muzikore që ta njohësh, mos dalësh mos di ku je, tjetër për tjetër. Artist të bën sjellja, po mbi të gjitha, për mendimin tim, qofse ke lindur bashkë me këngën që ku mban mend veten, për mua je artist. Aty po. Artist janë ata që kaluan, që na lanë këngët, që nuk vdesin akoma, i dëgjon dhe thua më, çfarë kanë bërë diçka më shumë se ne, se nuk na shkon neve. Çfarë kanë bërë diçka më shumë? Kanë bërë çdo gjë më shumë. Me ema qazimje, me të shoqin e me këtë duar, se s'duat lë njëri ti zesh me emër se nuk mbarojnë. Mendoj undesh, unë shumë mendoj. Ishte Tonin Torshana që rrinim me një shtëpi, miq të vjetër, parë si se pinte i shkete, ai ishte problemi i tij, por i dilte vokali mërti, pa ungror, pa bërë masazhe grykës, pa akordet zanore e kishte në vend. Të dalim ne të këndojmë, do kollitim 200 herë si jam mirë sot, si jam mirë nesër, si jam Lina, apo dalin gjithë me playback. Po mirë, pa fikën një atë muzikën një, çfarë do bëj? Do ngele mi që s'bëjnë një mikrofonizëm kështu, se mikrofonizmi do më thënë bën zzz kur është shumë i lartë, e kupton? Ta bëjnë dhe ndryshe një, pak ndoshta dëgjohet, pa asnjë gjë s'do dëgjohet. E them me shaka me batut me ironi, jo më tash që dolën dhe këngët në AI, apo AI, si quhet atë keqen? AI, apo jo? Apo AI? AI quhet. Po i dhëm AI-ni, apo nuk bëhet ndryshe kjo? Nuk jo, del një qik me ona del si jo, se na del asnjë gjë se them kot, për këtë t'jesh i sigurt. AI doli Rama që bënte ato. AI doli këngët pa. Ky doli AI, vajti ta ndryshonte gjithë ato. Po ç'a ishin këto veprime të një kryeministri me atlete të bardha? Ky tash i ka shkuar për hallet tona atje me atlete të bardha? E me brek zeza apo i ka të kuqe brekët? Se ndoshta veshin e string në një, kush i merr vesh më? Shkatruan vendin. Do thoshte Arjan që flet kaq lishëm, sepse Arjani nuk pret të marrë fonde nga askush. Më kujtua mamaqit, tash ç'm kujtua koto, ishim në Florida. Edhe na prezantoi një organizator që ishte atëherë Bushi. Më tha mua merr malin një është, thash njemi. Ai ti jepte tash ti rëndësi, nuk e di çfarë do jepte vetes. Mamaqi më tha mua, më jep dorën. Shoh shumë. Taqi thash, unë thash se ma tha për shaka, apo për ashtu. Mamaqi tha, taqi thash unë edhe, u bëj punë. Doli mamaqi, djaliri, e këtë kam me shaka dhe me batuta. Si u bën gjithë ta të pasur? Kolegë tanë janë. Janë më shumë artista, janë më shumë krijues, janë më shumë çfarë bën? Përveç se i bëri portokallia të gjitha. Arafën pas tani shkret. Ishte tjetër djalë. Se nisi me program tjetër, pavarësisht si devijuan këta ç'a bën, por djali zoti. Me Filip Çakullin atëherë, që Filip Çakullin e njoh që kur isha 7 vjeç, që vinte shfiton. Ka qenë atëherë më duket me Gazeta Austenin. Njeri mirë. Kuptohet që patjetër që po. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Unë të falenderoj. Të paktën nuk na bezdisi sot, se gjithmonë në për intervista kur jap kështu i bie telefonit ai Zaçe Islami, i bie gjithmonë se pak sot sa bezdisi.
Se bëj shaka. Do këposa i budalli këto njerëz të mirë. Për gjithmonë flasin për njerëz të mirë. Inshallah ndryshon vendi ynë. Edhe nëse e ka nisur dhe vërtet siç e ka nisur, nëse ka një njerëzit vërtet të tortë, siç thoshte Ilir Kulla, inshallah dal për hajër. Po prap kush do dali? Por se mos na del në lul prap se jemi vërtet ne jemi pa vendosur, jemi pa çana del. Mos del luli prapë se ne shkojmë vëm prap ata që kanë dhënë provat kush janë.